Jetoj në Manhattan, New York, kam prind. Sa ju mungoheni që si keni? Shumë. Ka sfida shumë të mëdha, për shembull, kanë qenë gjatë luftës për shembull, këtu kur kanë lind voglushat e mi. Po. Fëmija për prind janë gjithmonë fëmijë, sado që të rriten. Mi po të rrit me kanë afër tynëve. Për shembull, për të mi s'kam pas mundësi me qenë afër. Me qenë unë afër atynëve ose ata afër meje. Kaloni sa më shumë kohë me fëmijë, kuptoje, një. Mirë. Si po kalon? Po mirë, kena arë pak në vizit këto. Vizit ku jetoni? Jetoj në Manhattan, New York, pjesën e New Yorkit. Sa shumë kemi pas sot për Amerikës, qytetar. Po kena qef me arë këto, me vizitu vendlinjen. Sa vite jetoni në Amerikë? Po, ka njën 30 vjetë. Po. A jeni me familje? Po me familje, këtu i kam prind. Po. Sa ju mungoheni që si keni? Shumë, për që ato vina me vizitu, na pëlqen shumë na pëlqen vendlindja, e qështu. Andërvan, 30 vite të kalosh në Amerikë, sot a je pishmon që je kaq gjatë atje, që jeton në një vend, që zhvillon një vend pak më ndryshe, krahasu me vendin ku jena. Po edhe që vendlindja gjithmonë është një kënaqësi kur vjen, po prap, kur të shet që është të përparu edhe ma shumë të mungon edhe ki që me arë me vizitu, po shumë mirë është, mirë. Gjatë tyre viteve? Shumë vite dhe që i kaluar jashtë në gurbet, am të do një sfidë, do një histori interesante, bukur, momente që i kaluar. Po me mujtë kishë duhet në 2-3 ditë mi majtë që tu, po 2-3 minuta. Po ka sfida shumë të mëdha, për shembull, kanë qenë gjatë luftës për shembull, këtu është një farë mërzi e madhe me pa shtetin, vendlindjen, jena kanë shumë të emociumum për me ardhë më këthy këtu, do me thonë jena pregadit për me ardhë për me ndihmu shtetit e qështu. Ka pas raste që për shembull shumë herët kena pas qef me ardhë ma shpesh, po ka pas mundësia që s'kena mujtë e qështu. Profesioni jot, unë tash fillim po duhet të kumpa dykon. Unë punoj si inxhinier. Po. Sa vite ushtoni këtë punë? Po punoj që një 20 vjetë. Po. Punu inxhinier në Amerikë, unë e di që ka një pak të mira e keni. Po s'është keq, shyre, është një profesion që lyp kohë, lyp shkathje dhe profesioni është dush me dasht. Çdo sen që punoni duhet me dasht. Kur të doni, do me thonë, është një farë kënaqësie dhe ju duket që s'jeni të punu. A kena një profesion që të ka pëlqy një jetë, po s'ke mundur me arrit, me realizu? Ka mbetë sot peng? Mjek këm pas shef. Gjithmonë familja më ka shty, më ka insistu që mjekësia, po që rafati e zgjedha inxhinierin. A i sot me dyshe që këtë profesion e ke gjatë, po jo mjekësin? Po e kum zgjedh për shkak që ka pas ma mundësi për mua dhe më ka pëlqy për shkak që inxhinieria është një deg e shkath në atë kuptimin që nuk i, do me thonë, është një farë lloj pjese që dush më morë me ndërtime, do me thonë, mirëmbajtjen e ndërtesave, do me thonë, të kondicionit, do me thonë, elektrike apo AC që thojnë atje klimës, do me thonë, që ajo është pjese. Ma të lumtura një jetë që ki pasur? Kur më kanë lind voglushat e mi. Po, ku jëmë bobë që kënaqësia më e madhe. Normal, të ndryshon jetën, është një farë kënaqësie shumë e madhe që veç ata që kanë fëmijë mujnë me përjetu, edhe e din çka është. Tash që fëmija e rritur, familja e zgjeruar, si e sheh këtë kënd familjes? Po edhe qysh, fëmija për prind janë gjithmonë fëmijë, sado që të rriten. Si që kena qenë edhe na për prind tonë. Do me thonë, është kënaqësi po të rrit me kanë afër tynëve. Për shembull, për të mi s'kam pas mundësi me qenë afër. Me qenë unë afër atynëve ose ata afër meje.
për shkak situatës. Po qatë përjetim, për shembull s'kisha pas qef me përjetu fëmija mi. Kështu që mundohem unë edhe gruaja jame, të jemi sa më shumë afër. Gjithmonë i them ato që ja ku bënë prindve, për shembull nashta s'kisha pas qef ata më bë për mu largue, po që mundësia na ka dhënë me shku në gurbet edhe çaja është mundësia më e madhe që duhet më ia dhënë që tash atyre për mos më shkue diku, mu na u largue për me shiu jetën me familje, domethënë me prende edhe na me fëmijë. Përmendë që gjithçka për fëmijë, mirë po, sa është e lehtë sot një prindit m'ia kthy fëmijët pas shumë sakrificave që bëjnë për fëmijë. Po që nuk është lehtë mja. Domethënë kur ti sheh fëmijët që janë të shku rrugës drejt, domethënë janë të realizuar çat ëndër tynëve. Domethënë çdo prind ka qenë me pa fëmin në farë kushte të mira. S'po them më të mira se shikon pasone, po sa do pas një farë kushte të sigurisë. Edhe domethënë mirë. Është një rëndësi e madhe për mi pa duke shku për para. Shkollimi domethënë është shumë me rëndësi, si këtu si gjithkund botë. E na si prind na duhet më mundësu, tash varet edhe prej fëmisë qysh mundet, qysh don. Po qëre ndryshe ka qenë përpara, ndryshe është tash. Domethënë që tash nuk mundesh më imponue kur gjosh ka përpara ndoshta prind kanë pas qef me shku në medicinë, po s'kan qenë kushtet. Është tash unë s'muj më imponu që ato për shembull me po është puna e mundësive dhe puna qysh kanë qef fëmia me shkuë çfarë drejtimi kanë qef. Që kanë herë prind bën pak tepër me imponime kështu. Kur është puna për mi zgjedh profesionin ose mi zgjedh diçka, vendim për jetë. Po këtyre është qysh t'i jepet. Qysh t'i jepet. Qysh ata kanë qef me shku në qatë drejtim, na si prind do të mja mundësue, do të thëmë me çdo kushte, që qatë drejtim ose qatë ëndër ta realizojnë, edhe do të mja plotësu dëshirat. Për që ata edhe jena si prind për mi kuptu fëmijët, edhe fëmijët për mujtë me realizu që ato që dëshirojnë. Po. Një mesazh, ju si prind, një mesazh, një këshill për gjithë ata prind, për gjithë ata njerëz të shumë që i kemi ndjekës të historitë jetës, çfarë kishte një mesazh, një këshill? Kaloni sa më shumë kohë me fëmijë, kuptojeni, edhe jepni dashuri sa më shumë. Se nëse nuk jepni çfarë dashuri, se prindi është personi i parë që mëson fëmijët me dasht, edhe me dhëru dashuri. Do me thanë, kaloni kohë sa më shumë, kuptoni, kërë edhe duhet me qenë edhe nivelin e tynëve për mi kuptue fëmijët, tolerimi, edhe qështu. Veç, kaloni sa më shumë kohë me tha, kuptoni fëmijët. Çfarë shembull i mirë, çfarë prindi i shkëlqyer. Unë pata shumë kënaqësi të bisedoj me një person kaq të mirë që mu duk biseda për 2 minuta. Faleminderit. Po këshill ka këshilla shumë, edhe këtu. Do me thonë çdo stage, do me thonë çdo shkallë e jetës të fëmijëve duhet me kohë me kallëzue. Nuk mundesh tash me ia shpjegoj një fëmijës 5 vjeçar, do sërat që duhet me ia shpjegue kur bëhet 18 vjeçar, do me thonë në kohën e adoleshencës, teenager. Kështu që çdo shkallë duhet me pas ato të vetë. Po duhet me kanë i toleruar. Toleranca është, do me thonë një shkallë që edhe ja lejon fëmin me të njoftë si prind edhe prindi me njoftë si fëmin. Përndryshe nëse prindi nuk e njeh fëmin, është tepër i egër, se normal që kjo jeta dinamike edhe pe ban prind pak ma shumë mu largu, mu distancu prej fëmijëve. Është një shembull për shembull që tregojnë aty një fëmijë është një fëmijë të nejtë edhe të menue, edhe ka shkuja ka lyp babës 10 euro. Edhe ky babë i ka thonë largomo. Po masanena ka shku të ju pjek babës, se ja ka lyp që ato 10 euro. Mbas një kohë ka vetë djalen, për shka për me lyp që ato 10 euro djalen. Po i ka thonë për mi t'i dhonë që ato pare se sa të paguin ty me najtë pak me muë. Do me thonë na jena dhonë shumë ma shumë jeta dinamike, për jep ma shumë ka kahja do me thonë bjetimit, fitimit, pupim edhe ku në atë ma shumë punë se sa me fëmije që e ka metë.
Mirë, faleminderit shumë për kohë. S'ka përse. A pra nuk kjo ndërhyrës mund transmetu histori tjetës. Po, s'ka problem. Respekte shumë. Jo, Kaloja bukur në Kosovë. gjithashtu, Pushimet këndshme. Shumë është seni qëllum për mi vetë. Ajo du këtu. Do me thonë që çdo shtet e ka atë të vetën. Këtu ka dallim në Amerikë, ka dallim në vendet perëndimore, po do me thonë. Po shumë është mirë. Është seni pëlqyeshëm me ditë njerëz me shpreh mendimin e vet. Ka disa komentuesve që shon ta sport arrogant, s'po i quaj ashtu, domethënë komentet thonë që po i pyesni privatësinë shumë. Secili me dëshirën e pronësohet. Po çajo është, do me thonë është shprehje e lirë. Që se ka dëshirë, që për shkakun unë mos më pengon. E çështo, faleminderit, ha. Respekte, faleminderit. Çdo të mirë.